Me investimet dhe vëmendjen që po merr Shkodra, qyteti ynë synojmë t'i kthehet në një qendër universitare për të gjithë Shqipërinë. Ky ka qenë mesazhi i përcjellë nga kandidatët për deputet Partisë Socialiste me pedagogët e Universitetit të Shkodrës. Ju falenderoj te IMAS-et e para që jeni këtu, por duhet ju falenderoj te IMAS-et edhe për punën që bani për ditë me rininë e Shkodrës. Unë duhet ta shtroj temën e diskutimit, paktën nga ana ime, ajo që më intereson jo vetëm mua, por që duhet të interesojnë edhe krejt qytetit, investimet cilat duhet bëjmë ne në drejtimin arsimor. Investimet cila për mi dhënë kushte më të mira, kushte më atraktive, jo vetëm ju në mësimdhënie, por edhe studentave të cilë duhet Universiteti i Shkodrës me atë emër shumë të mirë që ka, me kurrikulat e profesorave që i ka të mrekullueshëm, duhet maksimizohet shumë numri i studentave. Beleri u ndal dhe tek rënja e numrit të studentëve në Universitetin e Shkodrës gjatë viteve të fundit, ku u shpreh se me rikthimin e Shkodrës në qendër rajonale, vëmendja do të rritet edhe tek brezi i ri për të zgjedhur Universitetin e Shkodrës Luiz Gorakuqi. Shkodra ka filluar jo vetëm disa investime realisht shumë serioze për të arritur një nivel më lart dhe për ta bërë atraktiv sistemin shkollor. Janë filluar 3-4 shkolla njëkohësisht investimet, pritet me ardha disa investime tjera. Shpresoj si Shkodrën ta kthejmë një pol ose një qytet studentor, sepse edhe me investime tjera, jo direkte në fushën e arsimit, por në fushën e infrastrukturës, në fushën e mirëqenies, apo edhe në fushën e turizmit, unë mendoj se ne Shkodrën mund ta bëjmë një qytet universitar të mrekullueshëm. Pedagogët dhe kandidatët kanë ndarë së bashku ide për përmirësimin dhe përfshirjen e pedagogëve në politikat lokale dhe kombëtare, duke qenë bashkë në zhvillimin e Shkodrës.